Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdërimit i takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E më pastaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm, mirë se takohemi në këtë ditë të begat. Lutem që Allahu xhalla xhelaluhu t'i pranon për neve dhe ju të gjitha veprat e mira, lutjet tona për kujtimin e Allahut, namazin dhe të gjitha veprat e mira. Do të rikthehemi në ligjëratës të cilën e kemi ligjëruar para Ramazanit. Kemi filluar në komentimin e disa citateve kuranore në kapitullin Zumer. Kemi komentuar në dy ligjërata një citat, duke qenë se pjesa tjetër e citateve ndërlidhen me te, desha që sot ta e kompletoj këtë pjesë të mbetur, duke marrë parasysh që kemi nevojë shumë t'ja përkujtojmë njëri tjetrit fjalët e Allahut xhalla xhelaluhu. Në surën Zumer, Allahu xhalla xhelaluhu bën ftesë robëve të tij në përgjithësi me theks të veçantë atyre që e kanë tepruar në gabime në mëkate. Edhe pse ftesa është e hapur për të gjithë, mirë po me theks të veçantë atyre që e kanë tepruar në gjunahe, madje gjunahet e shumta e kalojnë shpesh njeriu në pesimizëm. Dhe në momentin që kalon dikush në pesimizëm, ky është gjahu i djallit. Gjahu i djallit pra është personi pesimist, i cili e hup shpresën, s'ka thot prej meje kur gjanë, s'ja vlen me jetu, është fjalë të tilla negative. Dhe si rezultat i këtyre mendimeve, personi çrregullohet. Këtu fillon devijimi, këtu fillon fundi i keq i një tardhme të një personit i cili nuk i analizon gjërat mirë. Prandaj, ne dhe të gjithë të tjerë duhet ta kemi në hatër gjithmonë mëshirën e Allahut, jo çastin e njerëzve, jo çka mendojnë njerëz për neve. Njerëz ka shumë njerëz mendojnë që na duhet me kon me laçe, hoxha duhet me kon i pagabim, xhamati që falet, haxhia duhet me kon pagabim, s'ka kështu. Pi njerëzve nuk ka kështu. Këtë e ka vulos pejgamberi alayhis salam. Kullu bunu Adem khata. Thot ai që gjithmonë ka folë të vërtetën, sallallahu alaihi wasallam. Thot të gjithë bitë e Ademit janë gabimçar. Pastaj thot, por gabimçarët më të mirë janë ata që kur gabojnë pendohen. Pra, ka prej njerëzve që mendojnë që të tjerët, ata që shkojnë në xhami, të jenë të pagabushëm, por ata që zvinë në xhami, është vullos gjendje e tyre. Jo, edhe ne nuk do të mendojmë keq për ta që zvinë në xhami. Ne do të lutemi për ta, që edhe ata të bashkangjiten xhamis. Por ata do të mendojnë për neve që vim në xhami se gabojmë. Por ja që Allahu ka dashur, dallimi është substancial. Dallimi është shumë i madh. Veç që kemi ardhur sot në xhumë me fal xhumon, pej xhumos kalun deri sot, gabimet e vogla fshihen vet. Pa tobe dhe pa istighfar. Allahu çështë e ka bërë këtë punë. Gjunat e vogla, gjunat e mëdhaja, vëllezër, gabimet e mëdhaja, gënjeshtra, përgojimi, bartja fjalëve, prostitucioni, komata, vjedhja, mbytja njerit, gjunat e mëdhaja dojnë tobe, pendim. Gjunat e vogla. Shiqeni vëllezër, se këtu një detaj për mos me mikë se shpesh herë po na bojnë pyetje namazlit. Thonë, Zoti i fal gjunat e pa qëllimta, jo të qëllimta. Ky është gabim fatal. Ky gabim fatal. Ka ti këtë drejt me thonë, Zoti nuk i fal gjunat e qëllimta. Ato që janë të pa qëllimta falen vet ato, falen. Ato që janë të pa qëllimta falen edhe nëse janë të mëdha. Pra na po vlasim për gjunat qëllimta, qëllimisht po ran, qëllimisht po vjedh, qëllimisht e ka myt njerin, pendohet falet. Thjesht, pa kompleks. Kjo është çështje konsensuale, nuk ka këtu mendim të një hoxhe. Kjo është çështje konsensuale. Ndërsa gabimet e vogla
Ja ke thonë diku një fjalë, ose e ke bo një shikim pavëmendshëm, ose një veprim pavëmendshëm, këto i fshin vetë punë të mira. Gjumaja pi gjumas, haxhi pi haxhit, umria pi umrës, namazi pi namazit, i fshin këto mëkate, Ramazani pi Ramazanit. Prandaj i bie që besimtari gjithmonë është i pastër nga mëkatet e vogla. Të ndershëm vëllezër, shumë çka ka për të thonë, por ne po vazhdojmë me komentin e këtyre citateve sepse ka mësime. Allahu xhelle xhelalu në citatin që e kemi komentuar në 2 ligjërata, vetëm sa për përkujtim citati 53 në surën Az-Zumar. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj robëve mi që e kanë tepruar në mëkate. La taqnatu min rahmatillah. Mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, se Allahu të gjitha mëkatet i fal, të gjitha mëkatet bashkë të gjitha. Të gjithat. Pse? Allahu përgjigjet vet. Innehu huwal ghafurur rahim. Allahu po flet për vetveten. Vërtet ai, Allahu është ghafur, shumë fals, shumë rahmetxhim. Këtë citat e kemi shpjeguar në 2 ligjërata. Citati pas tij. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ktheni ju Zotit juaj dhe dorëzoni ju atij. Por Allahu xhelle xhelalu bën ftesë hynore. Min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Para se juet ju vije dënimi, pra para se të vije dita e gjykimit, e s'ka kusht t'ju del në ndihmë. Ky është citati që sot po fillojmë ligjëratën me te. Të ndershëm vëllezër, këtë citat unë e kam titulluar si ofertë hynore. Allahu po na bën ofertë. Allahu po na lut neve. Vëllezër, llogaritni, Allahu është krijuesi. Këtu shihet rahmeti i Allahut ndaj robëve të tij. Allahu po na bën ofertë. Po anibu ila rabbikum, ktheni Zotit ju. Hajde pajto me mua. Ç'është kuptimi i citatit thjesht? Hajde pajto me mua. Hajde dorëzo me mua. Unë po të pranoj ç'është që jeti. Ama mos harrojmë që kjo ofertë hynore është e limituar me kohën. Erdhi vdekja o kry. Përfundoi çdo sen. Por kësi oferta o vëllezër nuk mund të gjejmë askund. Ku mund të gjejmë një ofertë madje edhe mesin ton? Nëse dikujt na i shkaktojmë dhunë dhe probleme dhe fyerje dhe ofendime vazhdimisht. Në ditën e këtij shpinën. Thot mirë, ti falën çat çysh xhamisë, në falë me një çysh tjetër, falë për veti, veç mos më del përpara. A kemi çështu? Ka. Pse? Ja ka tepru. Pra Zotit nuk ja teprojmë kur. Edhe krejt kjo vëllezër është me një rahmet, me një mëshirë. Veç një mëshirë ka zbritë Allahu. 99 tjera po i ruan për neve ditën e Kiametit. Ky është Allahu xhelle xhelalu. Prandaj është për të ardhur keq ai që e hub këtë ofertë para Allahut xhelle xhelalu. Pra, ktheni Zotit juv, Allahu po thotë. Ktheni që i bie lej gjinohat ma. U kry. Pa marrë parasysh sa vite i ki. Pa marrë parasysh në çfarë moshe je. 80 vite s'e falkur, kthejo Allahut. Subhanallahu vëllezër, është interesant me njerëzit, siç dëshmon praktika njerëzore. Kur njerëzit për shembull një kohë gjatë nuk e kanë frekuentuar xhamin, s'ka hin xhami thjesht. I ka pas 70 vite, 80 vite. I doket, si që përdor popullin i fjalë, gajbet me hinë xhami. I doket që po i bjen xhamia për mi. Jo, thot, pime s'ka kur gjë. Bashkë që tash pite e ka diçka. Allah po ti hajde çështo hajde, në qitë mosh hajde. Krejt po thot Allah ti falu. Allah nuk ka përcaktuar vëllezër mosh, me thonë qërë, ju që i keni 15 vjet, hajde ktheni Zotit. Ju që i keni 20, 30, 50, 70, mos hajde ne. Se ju te në fyt me gjinoha i ne. S'pe thet Zotit qështo. Na po thujmë qështo. Dikush pe thet vetë vetës qështo. Ma dikush i thet ati tjetët, ti thet s'ki shkalim xhami. Që 80 vjet pin alkohol, ti shkalim xhami. Me ka ti këtë drejt, ka e merë këtë guxim, a i mja thonë dikuj. Jo vëllezër, nuk është kjo qasja, nuk është kjo ftesa hynore. Allahu xhelle xhelalu po çështë çysh jeti me këtë që të gjinoha që i ki, kur s'ke hinë xhami, s'ke lënë sen pa bë, kthejo. Rastin e personi që i ka myt 100 persona, e kemi shpjeguar shumë herë, por Allahu e ka fal. 100 persona që sot do ta kemi te mbytjen,
Tem do ta kem tytves, sa rrezikshëm është. Prap Allah e ka fal. E ti sa veti ke myt. Ai që s'po vjen në xhami, sa persona e ka myt, asnjë. Pse si kthehesh Allahut pra? I bie që këtu tash humbet shpresa e faljes. E pse këtë kjo? Se personi nuk e njeh Allahun. Prandaj vëllezër, në radhë parë kemi nevojë edhe na që fëmijëve falmi. Shumë kemi fol për këtë temë Ramazan, duhet me fol tën vitin. Shumë kemi nevojë na me njoft Zotin ton, Allahun xhelle xhelalu. Po e njoftëm Allahun, kry puna. Kur s'ka rrezik, kur s'ka krizë, në çfarë do situate, madje situatat më të vështira ti je mirë. Sepse te kalohen krizat dhe gjendjet jo të mira. Allahu po thot, shfrytëzoni këtë ofertë para se të vijë momenti, para se të vijë azabi. Allah e ka thënë dënim, përfundoi jeta e ka thënë Allahu dënim pjesën tjetër. Pse? Se s'ka kush ndihmon më. O kry, se ti se ke shfrytzuar ofertën e pajtimit me Allahun. Pra Allahu është fals. E don faljen. Ai i cili është mrana Islamit. Mrana Islamit. Dhe më katon, bën gjinohe. Gjendja e tij, çështja e tij është në ditën e gjykimit. Ndoshta Allahu e fal me rahmetin, mëshirën e tij, ndoshta dënon me drejtsinë e tij. Ata që janë jashtë vijës të Islamit, Allahu thotë mbyll, me vdekje mbyllë çdo sen. S'ka kthim rapa. Prandaj të ndershëm vëllezër, me këtë ofertë jeta merr tjetër kuptim. Pra me ofertën e kërkim faljes, e kthimit tek Allahu, e pendimit, e pajtimit me Allahun, Allahu po thotë jeta ju merr krejt kuptim tjetër. Ora, sahati, shënon favor tonin tash. Në momentin që pendohesh, çdo frymarrje në favor tonin, çdo çdo lodhje në favor tonin, çdo investim në favor tonin, çdo mundim në favor tonin. Në të kundërtën, krejt i kin disfavorin tënë. Pa që të ofertë, Allah po të mësum hajde. Nuk ish ka lyp. Citati tjetër, se shumë që ka për të thonë, citati 55, thëtë Allahu xhelle xhelaluhu, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum." Ndiqeni, shkoni mrapa librit më të mirë të cilin e kemi zbrit, i cili është zbrit nga Zoti juve. Min qabli an yatikumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Shkoni mrapa fjalës të Allahut, kuptimi i citatit. Ndiqeni librin më të mirë që e kemi zbrit, para se juve t'ju vije dënimi befas dhe juni të papërgatitur. Pra, me këtë citat të ndershëm vëllezër, këtë citat është shumë, do me thënë, është shkollë në veti. Fillimisht, hyrja e këtij citatit i abrogon krejt librat e hershme të zbritura. I shfuqizon. Se ju e dini që Kurani i ka shfuqizu këtë librat e mahershme, që libri që i ka zbrit Musës a.s., Isës a.s., Davudit a.s., fletushkave të Musat a.s., të Ibrahimit a.s., Kurani i ka shfuqizu. Ato që ka duhet i ka përmbledh. Pse? Pse ky shfuqizim? Pse ky abrogim? Për faktin se njerëzit kanë ndryshuar to. Dhe kjo është një prej arsyeve të zbritjes të Kuranit. E këtë garancionin që është në Kuran, Allah nuk e ka thonë libra tjera. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne e kemi zbrit dhikrin, një prej emrave të Kuranit. Allah ka thënë dhikr. Një prej emrave të Kuranit është dhikr, libër që përkujtohet dhe përkujton. Allah, ne e kemi zbrit. Allah kur don me vlerësu diçka, thotë ne e kemi zbrit. Kur don me tregu për madhështi, dhe ne do ta ruajmë. Pra, kjo është ajo pjesa që mua më intereson. Ne do ta ruajmë bin, nuk është kjo te libra të tjerë. Allah nuk ka garantuar për librat e mëhershëm. Prandaj Kurani i ka shfuqizuar normat, ligjet që në librat e tjerë. E hyrja që i citatit edhe më e fuqizon këtë. Allah po thotë wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Ndjekne, shkoni mrapa librit më të mirë të zbritur nga Zoti ju. Por Allahu xhelle xhelaluhu e ka akredituar librin e tij. Prandaj kemi fol dhe flasim o vëllezër, vërtet na si musliman, na si besimtar, na që vim në xhami, pak im të ja dhon hakun Kuranit, pak im të e vlerësu Kuranin.
Prandaj vëllezër, Allahu po më të miri libër. Min qabli an ya'tiyakum al-'adhab, para se juve t'ju godet dënimi, si rezultat pra i shmangjes nga porosit dhe thirrjet hyjnore, wa antum la tash'urun, dhe ju jeni të papërgatitur ose befasi do t'ju godet dënimi. Këtu në radhë parë hyn vdekja. Siç ndërlidhet ky citat me ato paraprak, Allahu pe çon një lloj dënimi vdekjen për ato i cilë është i papërgatitur. Sepse është mbyll mundësia për kthim, për pendim, është mbyllet mundësia për përmirësim e kështu me radhë. E para se t'ju nxën vdekja, shfrytëzon rastin e përmirësimit, e kthimit tek Allahu. Sepse Allahu thotë, befasi ju bie vdekja. Ata që i paralajmëroj me vdekje janë pak. Dhe ata kanë përfundu. Ata janë pejgamberët e Allahut. Allahu xhele xhelalu pi të mira që ka bë pejgamberëve, i ka paralajmëru. I ka paralajmëru. Neve nuk na paralajmëron Allahu. Prandaj para i bie që ne duhet jemi nga dëshmëri të vazhdueshme. Citati 56 thot Allahu xhele xhelaluhu, an taqula nafsun. Nëse pra ju nxën vdekja, Allahu po shkruan tash për gjendjen çka thonë njerëzit që vdesin që të gjendje. Allahu po thot, ktheni ju Allahut, dorëzoni atij, punoni me urdhën që Allah ju ka urdhëruar, largoni nga ato ndalesa, an taqula nafsun, se nëse ju godet vdekja, vdesnin këtë gjendje, njeriu do të thotë. Çfarë do thotë njeriu? Ja hasrata, i miriun. Allahu po përshkruan, ai din gjendjen tonë. A e din gjendjen tonë para se më na kriju, kemi thonë. Pi besimit të ehli sunetit është se Allahu xhelle xhelaluhu e ka ditë gjendjen tonë në ezel, para se më na kriju ende neve. E din gjendjen tonë pasi që na ka kriju dhe din gjendjen tonë pas vdekjes tonë. Për atë arsye është Alamul Ghuyub, i gjithdituri i fshehësirave. Allahu po thot, ktheni ju Allahut para se t'ju befason vdekja, e pastaj të thot njeriu, i mjeriun. Pse njeriu po thot këtë fjalë, vazhdon Allahu duke thënë, ala ma farradtu fi jambillah. I mjeriun, i shkela ligjet, rregullat, normat që Allahu ka thirrë në to. As nuk po thot i mjeriun që i lash kaq villa. As i mjeriun që i lash kaq diploma mrapa. As i mjeriun që s'mujta hala me ndërtu. Jo, këto me vdekje përfundon puna. Nuk i bjen më në njeriut. Pra vëllezër, na po flasmi çka po thot Allahu. E ato çka e thot Allahu e kem obligim madje se dyshimin këta paraqet rrezikshmëritë e imanit. E kum thonë ndoshta e keni dëgjuar për xhallarëve tjerë, pjau për kujtoj. Ata që shejtani lung me ta, pi popullit ton thojnë, hoj, a u kthy dikush e me kallëzu çka ka? Kjo vëllezër çet pi fes. Çi fjalë do të me thonë edhe njerë shahadetin e që thëtë qëto. Se Allahu po në lejmëron, a u kthy dikush? Jo. Allahu se ka lanë mu kthy dhe mu në të regu. Po Allahu në ka të regu para se mu kthy dikush. Allahu po të regon Kur'an. Qështu kom ju ndodhë, qështu kom ju bova ki. Por ai i cili i shkel ligjet e Allahut, vijat e kuqe që quhen, Allahu po thëtë, ky përsot do thëtë, i mjeriun që i shkela ose isha shpërfillës ndaj urdhave të Allahut. Wa in kuntu lamine sakhirin, edhe u tallsha me besimtarët. Pra Allahu këtu përmend dy keqardhje që i shpreh njeriu i cili nuk është i përgatitur për takimin me Allahun. Keqardhja e parë është që i ka shkel normat e Allahut. E ka thirrë Allahu namaz nuk ka ardhur. Or një xhumo. E që sa vjetë vëllati vjen një xhumo? Mirë, fillimi, hajde, muaj i parë, viti i parë, që sa vjetë vjen veç në xhumo? I njëjti Zot që po na thirr në xhumo, po na thirr mi fal 5 vakte. Që sa vjetë thirrmi në Ramazan, po spomojene. Që sa vite kem parës shkojmë në haxh. Që sa vite ki pasuri nuk e jep zakatin. Që sa kohë me këtë gjuna dhe me atë gjuna. Por krejt këto hynë në këtë ftesë. Dhe e dyta, tallja me besimtarët. Kjo nuk ka tema jonë sot, por ndryshe pra prej rrezikshmërisë që paraqet për njeriu në ditën e gjykimit është tallja me besimtarët. Prandaj
Allahu xhele xhelaluhu në citatin 57, se po mundona mi përmbyll citatet vetëm për përkujtim për shkak kohës së ngushtë, an taqula au taqula law anna Allah hadani lakuntu min al-muttaqin. Ose të thot njeriu, Allah po përshkruan çka kanë më thon këta njerëz. Apo të thot njeriu, po pendohuni para se të vijë koha që të thoni, sikur Allahu të më udhëzonte mu, do të bëhesha prej të devotshmëve. Komentatorët e Kuranit kanë thënë, kur njeriu ta sheh njërin anë zjarrin, sepse mbi zjarr kanë me kalu të gjithë. Ura vëllezër, ura e siratit. Sirat është urë, vetë ura, ku është ndërtuar, mbi xhenet apo mbi xhenem? Sikur të ishte mbi xhenet, s'ka pas sens na me bisedu sot, s'ka pas arsye me bisedu. Pse? Se edhe nëse bjen, ku kemi ra? Edhe nëse bjen pi urës, nëse është mbi xhenet, ku kemi ra? Bjen xhenet. Ku trash në xhenet, je në xhenet. Edhe nëse the kamën, apo në xhenet je. Jo, nuk është mbi xhenet, është mbi xhenem. Për atë arsye Allahu po përshkruan këto. Pi përshkruan këto keqardhje kur personi e sheh që s'ka ka jaman më, s'ka ka shkon. Sikur Allahu të më udhëzonte, çka i bën kjo rrafshin praktik? Sikur ti shafal 5 kohë namaz, thjesht, pa filozofi. Tash fillon mi marr lakmia ti që ju fal. Se për ta ka benefitet veçanta, këtu e kalu urën, ka benefitet veçanta. Sikur ti shashkullën në haxh. Sikur ta kisha dhënë zakatin, sikur të kisha agjeru, sikur ta kisha nal gojën, mos kisha fol për muslimanët, për robët e Allahut. Sikur të isha prej të devotshmëve, Allah e përmbyll këta. Sikur të isha prej të devotshmëve, i devotshëm është ai, siç kemi thënë Abu Huraira që ka përshkruar, radhiyallahu anhu, një prej shokëve të njohur të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ka përshkruar devotshmërinë, kur e ka pyetsi, spjegoj më ka thonë takvallahun qysha. Ka thonë atë ka bëa ki me hiç për mi xhamba, për mi thera në herë. Për mi thera kur të hesha, shkel që është të qysh më isha po, ju e këshyr ka xhamir. Çfarë do thotë? Këshyr ku po shkel. Këshyr çka po flet, çka po vepron e kështu me radhë. Au taqula hina tara al-'adhab law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin. Citati 58 e përmbyll krejt këtë kapitull. Ose po thot Allahu këta do të thonë, sikur edhe njëherë të më ipej mundësia mu këthyn këtë botë, çka do të boja? Allah e përshkruan. Allah e përshkruan çka thonë këta njerëz. Pra, kërkojnë prej Allahut, o Zot, kthena veç edhe njëherë. Se këto e ka përmend Allah në disa citate kuranore, që tani s'kam kohë mi përmend gjitha ajetet. Po Allah po këta kërkojnë mu kthy edhe njëherë në këtë botë. E çka më bë? Isha bë burr i mirë. As po thot kisha ndërtu shumë, ose kisha kry shumë shkollë, ose këto. Isha bo besimtar i mirë. Ani pse shkolla ka vlerë, martesa ka vlerë, ndërtimi ka vlerë, këto kanë vlera. Por ne jem të folë në raport me Allahun. Pra vëllezër, kjo Allahu po të është e pa mundur. Këtë se kena mundsu po atë Allahu kërkuj. Askuj se kena mundsu, pasi të vdes, me kthy mi thonë edhe një herë ti po t'jep edhe një 10 vjet, bënë burr i mirë. Prandaj, kjo është oferta që na jemi gjallë. Kjo është e mira që na jemi gjallë që duhet me e shfrytzu. Citati 59, Allahu thot: "Bela qad ja'atka ayati fakadhabta biha." Patjetër thot. Jo, Allahu thot. S'ka mundsi ke ndodh. Ty të kanë ardhur ton jetën, të kanë ardhur argumentet tona. I kanë dëgjuar ti ajetet, Kur'anin, i kanë dëgjuar këshillat. Fakadhabta biha. I ke përgënjeshtruar ato. Wastakbarta wa kunta min al-kafirin. Jo vetëm që i ke përgënjeshtruar, po ke qenë mendje madh ndaj tyre, edhe ke qenë pabesimtar, mohues ndaj tyre. Por Allahu xhelle xhelalu e përmbyll të ndershëm vëllezër këtë kapitull të këtyre citateve në surën Az-Zumar, nga citati 53 deri në 59. Ja vlen shumë herë mi lexu këto ajete vëllezër. Madje jo vetëm që ja vlen mi lexu, po kisha thënë është mirë me i shënu, me i bajt me veti. Kohë pas kohë më ja kujtu vetvetes. Kur të na mashtron dynjaja, kur harrojmë pra ahiretin, harrojmë Allahun dhe kapmi mas dynjas. Allah na mundsoft që të përfitojmë nga këto citate, të meditojmë në to, të përmirësohemi përmes tyre. Allah na mundsoft që të jetojmë me këshillat e Allahut, adhurues të Allahut dhe të kemi fund të mirë. Allah e shpërblet për vëmendjen. Walhamdulillahi rabbil alamin.